Të dashur miq, që të kuptoni mirë se çfarë janë teoritë e konspiracionit dhe si funksionon realisht politika në Shqipëri. Si ka dalë konspiracion, kjo është e vërtet tani dëgjom. E vërtet është. Kush e shkarkon e listën? Kryeministri. Rama. Po. Tani, nga e dinë Berisha. Se asaj plasë asaj, ti thot Rama, prandaj plas buza vajzës. Ti thot Rama Berishës para me e thot, e di Berisha të më thot mua këtu me stilet, i dali llafë tani. Shne Rama me Berishën, ku komunikojnë Rama me Berishën? Fillove ti talë bithën me mua, ku komunikojnë Rama. Rama Berishë janë si vëllezër, Rama. Si? Rama Berishë janë si vëllezër, Adelbart. Që thua di? Po janë brek e byth, janë si vëllezër. Brek edhe byth, jo byth e brek. Po e më hë një stojshë. Mirë. Shiko, se nëzore ato ti apartamentet e palatet e... E Lubis? Jo Lubis, të Berishës, Lubia i kjo Berishës? Berisha, i kështë. Unë i zjerë të gjitha këto. Po ti nga i gjendi e këto? Po te unë i blenë. Ti jep informacionet? Jo, mo te unë i blenë apartamentet, unë i ndërtoj. Vazhdo në ndërton akoma... Kam nisur në Sultan, me Qadra. Po, atë në mes të Londrës, të shusi e shumë. Ti i bën, në? Bëj dhe vede e pastroj pastaj. O gjaku. 2-3 që të shkëllqej. Do më thonë, doktori, thua ti ka koridore... Ka mua bet me Ramën, kanë koridore, back channels. Koridore të pasme.